Jam Petrit Laraku, piktor nga qyteti Përgradetit. Është e treta herë që marr pjesë në koloninë e Malikit që zhvillohet. Sot është dita e dytë e kolonisë të vitit 2024 dhe kemi zgjedhur një zonë në rrethinat e Malikit në fshatin rreth Podgorijës. Si ju duket natyra e fshatit Natyra Podgorija? na është dukur shumë e bukur, sidomos jemi në stinën e Vjeshtës, edhe natyra i ka hedhur, si thon llafi, të gjitha ngjyrat, dhe ne piktorët mundohemi t'i pasqyrojmë në telajo, duke pasqyruar edhe peizazhet e kësaj zone të bukur të zonës së fushës Malikit. E verdha, pra ngjyra e vjeshtës është ndër më të preferuar për E verdha piktorët. e Po për ju? artë, bashkë me okrat dhe me portokallit, janë ngjyrat më të preferuar të piktorëve, edhe piktorët ndihen më të lirshëm në